Atëherë shtoj pak gjalp edhe vaj për të bërë një trahana. Trahanaja kam mbi 26 lloje të trahanas. Qa thumi? 26 lloje, po. Gjoj që 3 apo 4 i kam bërë deri tani, pra do ke 26 lloje gatimesh të trahanas. E kuptova. Shtoj yndyrën, qepën, që e kam ngrirë në blender. Nuk më duhet të jetë e djegur yndyra, absolutisht as edhe një herë. Dhe ne kur skuqim, edhe në skuqje nuk duhet e djegur. Pra thjesht duhet e ngrohur dhe jo e djegur. Po. E lë, ja dhe këtë këtu që mos të them. Qep të imët, pra të ngrohur tek yndyra. Largoj lëvozhgën e hudrës. Për shembull, kjo trahanaja mund të bëhet me ato dhjamushkat, për shembull? Bëhet, dhe jo më kot kur unë përdor dhjamushkat dhe i përdor, kur thonë shkodran, bajagi mirë, sepse është ndyra natyrale. Po pse? Kjo është gjëja më e mirë. Do ta kemi pak më vonë në bisedë. Atë pastaj e lë kompetentëve për të folur për atë gjë. Diku shumë kohë më përpara gati u kriminalizua dhjami. Dhjami bën keq. Po një sekond, çfarë mund të përdorësh? Mund të përdorësh vajin? Normalisht që vaj ka, po të flasim për vajin e palmës, për shembull, është një vaj që duket ngjyra artë, nuk e tregon djegjen, po është kancerogjen. Dhe lloje të tjera pas edhe nuk po flas për të tjera. Çdo lloj vaji nuk është vaj që është i kulluar pa, kur them marr një ilaç efekte tanësore. Po qartë. Çdo gjë ka. Me kuriozitetin e vajit edhe të yndyrnave që duhen përdorur, do të presim edhe pak minuta për të marrë të rejat më të fundit sa i takon këtyre. Hudhrën. Edhe pak yndyr. Po unë a bëra pulën, që kështu unë nuk kam përse ta çoj dëm lëngun e pulës. Aq sa ziu, pra shoj pak. Mua më pëlqen që gjithçka, nëse pengoj këtu ja ta largoj. Gjithçka të shkoj në shërbim të stomakut. Tani na duhet një trahana sa është mëngjes. E përziej aq sa të ketë edhe mos të ketë lëngjë, si tha Shakespeare, të rosh apo mos rosh. Të ketë edhe mos ketë. Derisa djersitja të ngelet në tigan. Ja, kjo mua më duhet. Mos të marrin ngjyrë, mos të humbi vlerat e veta, patjetër që çdo produkt që kalon në proces termik ngrirje, vlerat i humb. Asnjëherë nuk ruhen, edhe vetë në frigorifer kur ne vendosim humbim vlerat. Do të marr trahanan. Patjetër që më duhet kaurdisje. Trahanaja përthith lëndjet e qepës, përthith yndyrën patjetër. Ka qepa hudra në yndyrë, është ajo aroma e fermentimit. Po. Do të shtoj edhe pak nga sa të shtoj ujë, normalisht shtoj lëngun. Po. Mund ta ndihmoni, por jo nuk ka qumësht, sepse janë receta të tjera me qumësht. E lë derisa, pra e largova nga nxehtësia derisa unë mos të kem kokrizimin. Por nuk e kam kokrizimin sepse
ka thithur lakështirën pak dhe është ka urdisur trahanaja. Pra, si që pat, nuk kemi kokrizim. Do t'a lëm të zijej, dhe ngre temperaturën e nxehtësisë. Kemi ndërkohë dhe pomodor, domate të vogla, djathin, që s'mungon të trahanaja. Çfarë do lloj forme kam përshtypjen të jetë gatimi i trahanas? Djathi është një nga përbërësit që duhet, sepse duhet i dham edhe një tjetër mundësi pulës që të piqet. Po, sepse e kemi të graduar sobën, dhe janë ato soba që kur ambisat harojnë nga ndonjëherë, e vendosin në furrë dhe hikin, dhe sinjalit të thote, unë po fikem, si puna e hekurit. Derisa të bëhet trahanaja, dhe në nxehtësi, mua më duhet të marr sërisht. Që është gjysmë gati, dhe që thjesht pak minuta për të zbutur edhe për të çliruar aroma dhe shija. Tani do të bëhemi gati që ta avash ta servirim këtë pjatë. Kemi treguar përfundimin e sangrias, kështu që do të presim edhe pulën, por për rezultatin përfundimtar, se si do të jetë larguar kripa edhe do të ketë marrë atë ngjyrën e bukur kafe, ju do ta shihni më vonë në postimet tona në YouTube. Kjo ishte për çfarë? Domatet pomodor i bashkove me pak trahana. Po, ja ta largoj edhe. Edhe për t'i dhënë çik ngjyrë. Edhe për të dhënë shije. Pra, diçka e tillë. Një pjesë e tillë dhe pjesa tjetër. Pjesa tjetër do të serviret në pjatë. Le ti shohim së bashku pak recetën e shkruar, një supë me trahana dhe domate. Domatet zgjidhini kryesisht të voglat, se i shkojnë më shumë kësaj recete, edhe kanë më pak aciditet. 1 filxhan çaj trahana. 1 litër ujë, 200 ml ujë, 50 ml vaj ulliri, 2 qep të thata, 1 thelpi hudhër, 250 gram domate, krip, rigon i thatë, djath i bardh i thërmuar. Supa pra me trahana dhe domate. Kjo është receta e fundit. Para se ta servirim, zjen shpejtë, është diçka që siç ndodh me trahanan e përditshme që ne bëjmë për mëngjes, që bëhet me qumësht, me paqumësht, me pak djath vaj. Pak vaj. Pra nuk na shkon kohë kur e përgatisim si zarese, e na duhet edhe për drekë, edhe për mëngjes, edhe për darkë. Pra e gjejmë në çdo vakt të serviruar. Nxehtësia. Ja shtojmë edhe këto se ne duhet ta mbyllim. Po, shtoj. Thjesht sa të më marri aromë, kaq. Dhe pomodorët që i ngrohëm në vaj ulliri dhe gjalp, bashkë me rozmarinën, ja shtojmë në servirje. Shumë pak direkt. Unë e kaloj. Servirim pjatën tonë të ngrohtë me trahana dhe ju përshëndesim nga kuzhina jon. Do të ritakohemi sërish nesër me të tjera receta. Ashtu të lumshin duar. Të ikim tani. Faleminderit edhe unë direkt do ta shtoj direkt. Në panoramën të vogël dhe shihemi pas fleshit informativ së bashku. Faleminderit.